Nuk kemi folë për programe politike, kemi folë për miza, kemi folë për budall, për hajvana, jemi të folë për një fushat zgjedhore e cila nuk ka pas esens, nuk është diskutu për mbajtja. Është fushat me gjuhë të urrejtjes e cila nuk kemi folë për programe politike, kemi folë për miza, kemi folë për budall, për hajvana. Kjo është gjuhë e cila është gjuhë urrejtjes. Programi politik i LDK-s ka qenë program me projekte konkrete. Ne kemi folë për krijimin e mekanizmave të burimin e energjisë të re në Kosovë. Kemi folë për centralin me gaz, për shkak se kemi thonë që po shkojmë duke na ushtrajtuar energji elektrike. Qeveria ka thonë nuk bëhet ajo dhe tu mos pas qeveri hiç, ka shtrajtuar 16% këtë. Edhe LDK-ja ka përdor pak Martin Berishani, ka përdor pak aferat, ka përdor tenderat e tjerë. Po, edhe niveli i LDK-s nuk ka qenë po flasëm veç për programin, po është edhe kritiku natyrisht që kemi bërë kritika me fakte, kur kemi folë për qindra tender një burimor. Këtë e kemi vërtetu dhe për këtë Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ka nisë hetim në krejt Republikën e Kosovës. Mirë, po gjithmonë është i pafajshëm ndërsa nuk dëshmon. Natyrisht. Po e them prapë, ne kemi folë prapë thash për program konkret për energjinë, sepse e kemi ditur me këtë burimet e energjisë që kemi, me këto kapacitet prodhuese do të shtrajtohet energji elektrike dhe sot e ke 16% faturën më të shtrejtë dhe është mbi 125% më shtrejtë energjia elektrike sot sesa para 4 viteve kur qeveria vetëvendosur ka ardhur pushtet. Dhe kjo është kosto. Edhe sot që po flasim, qytetarët e Republikës Kosovës, kur ja kanë dhënë këtë mandat, kur ja kanë dhënë këto 48 mandate në Kuvendin e Republikës Kosovës, bashkë me këto 48 mandate ja kanë dhënë edhe një 2 milion euro buxhet vjetor lëvizjes vetëvendosje që vjen si rezultat i buxhetit nga KQZ-ja. Pra, vetëvendosja po e don privilegjin, karrikën e deputetit, parët e buxhetit për partinë, por nuk po merr përgjegjësinë për themelu institucionet.